بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إبراهيم حمد الله تعالى الصور أشتو سيش مرتنا جل شأنه سلامة دروي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimet nga komentimi i Kuranit famulart, që jemi në dersin e 51 të radhë, gjithsesi tek ajeti 115. Në dersin e kaluar shpjegom ajetin 114 ku Allahu xhalla xhalaluhu ne shpjegoi disa rregulla dhe na tregoi se cili është njeriu më mizor dhe më keqbërës dhe më zullumçar, e ata ishin kategoria e njerëzve të cilët i pengonin njerëzit nga rruga e Zotit, i pengonin njerëzit që të falenin në xhaminë e Zotit xhalla xhalaluhu dhe gjithë ato të cilat neve i shpjeguam në dersin e kaluar. Dërsa sot me lejen e Allahut të lartësuar do shpjegojmë vetëm ajetin 115, i cili është shumë i shkurtër, por që gjithashtu neve si muslimanë na jep dobi shumë të rëndësishme dhe disa rregulla që neve si musliman pajisemi me to për rrugtimin tonë drejt Zotit xhalla xhalaluhu. Allahu i lartësuar thot: "Walillahi al-mashriq wal-maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah, inna Allaha wasi'un alim." Allahu i lartësuar thot në këtë ajet të Kuranit famulart: "Walillahi al-mashriq wal-maghrib." To Allahut janë anët lindja dhe perëndimi. Për ato Allahu xhalla xhalaluhu janë anët e lindjes dhe të perëndimit. Pastaj thot Allahu xhalla wa ala: "Fa innama tuwallu fa thamma wajhu Allah." Ka do që ju ktheheni e gjeni anën e Zotit, anën e Allahut, po në atë anë ka ju ktheheni dhe faleni dhe luteni. Inna Allaha wasi'un alim. Allahu është i gjerë, bujar dhe alim dhe i gjithdijshëm dhe i dijshëm. Ky ajet të dashur vëllezër, sot do ndalemi te ky ajet dhe do marrim dobi të rëndësishme. Allahu xhalla wa ala po thot: "Walillahi al-mashriq wal-maghrib." Mashriq i thonë lindjes, maghrib i thonë perëndimit. Pra Allahu xhalla wa ala në këtë ajet po na tregon që edhe lindja, edhe perëndimi janë Zotit xhalla xhalalu. Ai ka kriju edhe lindjen edhe perëndimin. Në një ajet tjetër të Kuranit thot: "Rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn." Thot Zoti, Allahu xhalla wa ala është Zot i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. Surën Ar-Rahman. Ulemat e tefsirit thonë, Allahu a'lam, dy lindje dhe dy perëndime për t'i dalluar lindjen edhe perëndimin në sezonat e verës dhe të dimrit. Pra një lindje është më e theksuar ose është më e ndryshme verës dhe një lindje tjetër dimrit. Dhe gjithashtu edhe perëndimi për shkak të dallimeve të natës dhe të ditës. E Allahu xhalla wa ala thot: "Rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn." Është Zot i dy lindjeve dhe dy perëndimeve. Në një ajet tjetër thot: "Rabbul mashariqi wal magharib." Në shums, Zot i lindjeve dhe i perëndimeve. Zot i lindjeve. Pra, për shkak se çdo ditë lind dielli në shums. Pra dhe çdo ditë perëndon dielli. Pra është Zot i cili çdo ditë bën me u lind dielli dhe me perëndu dielli, është Zot i tyre. Kjo është mrekulli për mrekullive të Zotit xhalla wa ala. Kullun fi falakin yasbahun, surën Yasin thot Allahu. Secili planet udhton noton në orbitën e tij, pa ja huç fare hiç, me minuta, me sekonda lind edhe me sekonda perëndon, njëkohësisht të nesërmën njësoj, të masnesërmën kështu me radhë. Pra është Zot i lindjes dhe i perëndimit. Pse ka zbrit kjo ajet të dashur vëllezër? Cili është shkaku që ka zbrit kjo ajet e Kuranit? Janë disa shkaqe, disa transmetime pse ka zbrit kjo ajet e Kuranit. Kur vijnë disa transmetime me një ajet të dashur vëllezër, dikush më thon po pse ba, është i saktë që ky transmetim që ka nevojë edhe transmetime të tjera. Jo, sepse me një ajet që ka zbrit ka mundësi të jenë grupacione ndryshme sahabëve që kanë ndodhur ngjarje, edhe është i njëjti ajet që ja përgjigjet shumëta. Ose ka mundësi që i njëjti ajet ketë zbrit më shumë se një herë. Për shembull, ky ajet është 115, po i njëjti ajet, i njëjta pjesë
Walillahi al-mashriq wal-maghrib, është edhe në ajeti 142 surës Al-Baqara. Po i njëjti, qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Pra ka mundësi që të zbresin ajetën më shumë se një herë, i njëjti ajet, sigurisht që është sura Al-Fatiha, për shembull që ka zbrit më shumë se një herë. Dhe pastaj ketë ngjarje të ndryshme që neve si musliman na dhon dobi. Dhe transmetimi i parë, sepse ka zbrit ky ajet, të dashur vëllezër, është për shkak se disa prej sahabeve e kanë marrë një rrugtim, dhe ka qenë natë e errët, dhe nuk kanë ditë se ka është kibla, sigur sot tash mjegull, apo çetana? Mjegull 2 metra, së në dina s'ka është xhamia as minarja. Edhe ty me të nëzonë në rrugtim, për shembull, në rrugtimet e mëhershme, me kafsh, me deve ose me kuaje, edhe të ka zonë për koha namazit, a më në gjonë që të kohë, mësë me pas mjetë e teknologji me veti, a më në gjonë kiblën ka është ta? Jo, Allah, shumë problem është. Shumë problem. Dhe me marë ty edhe mu më në qitë me një livada tje që s'ke një ori dhe me thonë, hajtë falu jatësin ka kiblën, më shme gjithë. Ty me shësën e mojnë abdesin, lejon me litë kiblën, në terë. Edhe këta sahabe, jënë dalë me një delegacion që i ka dërgu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë zonë nata dhe shka qenë shumë rësirë. Dhe e kanë falë namazin ashtu si që jau ka marë menja atyre. Dhe kur jënë zhu nesrit në mëngjes, e kanë po që s'kanë qenë ka kibla fare. Kur jënë këthy të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë tregu, atëra Allahu Jalla wa Ala zbret këtë ajet, ku thotë Allahu walillahi al-mashriq wal-maghrib. To Allahut janë edhe lindja dhe perëndimi. Fa inma tawallu fa thamma wajhu Allah. Ka do që ju jeni kthy, anej është edhe Zoti Jalla wa Ala. Namazi ju është në rregull. Ulema Islami thonë, nga kjo pjesë ajeti, nga kjo ngjarje, thonë, në qoftë se muslimani është musafir, duke ka marrë rrugë, dhe ja huq kiblës në farzin e tij, ka bo përpjekje me lyp kiblën, po ja ka marrë menja që me një anë është kibla dhe është falë, dhe kur të nesërmit ose me vonë e mervesh që kiblës ja ka huq komplet, nuk e ka obligim për sëritjen e namazit. Sepse Allah Azza wa Jalla thotë fattaqullaha mastata'tum. Friksojeni Allahut atë sa keni mundësi. Ky robi Allahut ka bë përpjekje, i ka dhënë të gjitha mundësitë e veta dhe ja ka huq kiblës, është musafir, këtina nuk i kërkohet me përsërit namazin e tij. Mirë po, në qoftë se njeriu është vendas, edhe ja huq kiblës, edhe e merr vesh masanej, ose vjen dikush i muslimanëve dhe thotë, "Hey, ka falë që keni." Morë thotë kibla është kënd tjetër anë, atëherë ky e ka obligim me përsërit namazit. Sepse kthimi ka kibla është kusht prej kushteve të namazit. Përveç se ku njeriu bën përpjekje maksimale dhe është musafir, nuk e din se si më u kthy ka kibla, atëherë këtina nuk i kërkohet përsëritja namazit. Ndërsa në vendalijes, i cili e hup kiblën midis gilanit, për shembull, edhe falë tjera ka, ky nuk ja ka pas frikën Allahut me stata'a. Në thonë se ka pas frikën Zotit, asa ka pas mundësi. Për arsye se ka pas mundësi me dalë me këshirë, ka janë xhamia të këthyme, ka janë minarët, ose me vetë dikon, ose stash bashkëore me vetë me telefon dikon, ose me shikua, e kështu më radhë, mi e marë të gjitha masat, vendasi, në mënyrë që mos mi huq kiblës. Sepse për ndryshe namazit i është i kodë dhe obligohet me përsërit namazin e tij. Kur jam të kibla dashur vëllezër, ulema e Islamit thonë që muslimanët ndahen në 3 kategori, shkurtimisht, disa thonë në 6 kategori, për mos me hiq shumë në detaje. Ndahen në 3 kategori. Ata muslimanë të cilët janë duke u falë në Kabe, janë duke u falë në Mesjidul Haram në Kabe. Kategoria e parë. Kategoria e dytë, janë ata muslimanë të cilët janë duke u falë në Mekë, po jo në Kabe, xhamia të tjera të Mekës. Dhe muslimanët e tjerë që janë duke u falë jashtë Mekës, që i rrugë të gjithë muslimanët e botës. Muslimanët të cilët janë duke u falë në Kabe e kanë për obligim me u kthy ka mesi i Kabes, Ainul Kabe. Për këtë arsye safat janë rrumullak dhe jo 4 orë. E kanë për obligim me u kthy ka mesi i Kabes
Edhe më së vështiri me gjetë kiblën është kur ti jesh mbrana Mesxhidul Haramit. Për arsye se veç me ja huq mesit Qabës namazi është i kotë. Duhet më thonë përsërit. Pra për këtë arsye safat janë rrumbullak sepse secili musliman dush më u kthy ka mesi i Qabës për me fal farzin. Kjo është e para. Kategoria e dytë e muslimanëve janë ata të cilët falen në Mekë, po nuk falen në Mesxhidul Haram në Qabë. Këta e kam për obligim më u kthy ka Mesxhidul Harami, ka xhamia e shejt, jo ka mesi i Qabës. Kjo është më rëndësi me marrë vesh. Shumë më rëndësi me marrë vesh, për shkak se këta na bojnë të lash tani. E shpjegojna. Pra musliman që janë mrena Mesxhidul Haramit e kanë për obligim më u kthy ka mesi i Qabës. Musliman të cilët falen në Mekë, po nuk janë duke u falë në Mesxhidul Haram, po falen në xhamia tjera, e kanë për obligim më u kthy ka xhamia e Qabës, po jo ka mesi i Qabës. Dhe muslimanët të cilët janë jashtë Mekës krejt, sikurse ne në Evropë, në Azië, në Afrikën, në Australi, në gjitha këndet e botës, e kanë për obligim më u kthy ka Mekka, jo ka Mesxhidul Harami e as ka mesi i Qabës. E kanë për obligim më u kthy ka Mekka. Për këtë arsye, shpesh na bojnë të lash vllaznia me telefona, edhe thojnë xhamia ju s'ka kanë kibël, do të më kthy safi makni. O vëlla, telefoni ta shet mesin e Qabës. Se kemë obligim më kthy ashtu. Telefoni ta qet mesin e Qabës. Kur janë marru xhamiat më herët, domethënë ndoshta s'ka pas teknologji, ndoshta ka shumë lloj arsye që xhamia s'është mesin e Qabës, po është ka kthy me ka Mekën, rregull është. Për arsye se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur u shku në Medinë, ka thonë për banorët e Medinës dhe gjithë që ata vinë mbrapa, Qabja është mes lindjes edhe perëndimit, kibla, më kthy ka kibla, pra është mes lindjes edhe perëndimit. Edhe pse në Medinë, kur kthehesh në xhaminë e Resulullah, ka kibla është mesi i Qabës, për arsye se ka ardhur në rivajete që Xhibraili alayhis salam ja ka tregu kiblën. Xhibraili alayhis salam ja ka tregu kiblën. Ndërsa në xhamia tona që jenë, ne mundu me mjetët tona me kthy ka kibla, sa ka mundësi, po jo ka mesi i Qabës. Prandaj kur vjen dikush dhe thotë, "Aga o xhamia jo s'ku ka kibla, ktheno maknej." I thon Allah shpëblej, po je ignorant, nuk e din si më u kthy ka kibla. Nuk e din. Prandaj duhet me hesht për arsye se bëjnë të lash xhamia, ktheheni sa fakt më naton. Te ne është shumë e thjeshtë me gjetë kiblën në Ballkan. Krahu i majt, shpatulla e krahut të majt, duhet me tra ka lindja e diellit. Dhe shpatulla e krahut të djathtë duhet me ra ka perëndimi i diellit. Edhe çka është në mes këtyre dyave është kibel. Ka është mes këtyre dyave është kibel. Prandaj duhet me mësu pak në gjeografi, ka është lindja, ka është perëndimi, ka veriu, ka jugi. Për shembull, je tash nal, mjegull, skirjet, qysh e gjen kiblën? E gjen nëpërmjet poleve. E shet drunjet, për shembull vjeshta, është i shikoj drunjet i shikon. Edhe ka mishk ma shumë druni që anë është veriu, sepse e rrok shiu veriu. Për shembull, e shet qarrin me një anë ka mishk, lmashk ma shumë, me një anë është ma i paçt. Për arsye se ka rrok shiu i veriu. E merr vesh që në ato anë është veriu, në jugu lindja perëndimi e gjan kiblën kollaj. Po në gjeografi dësh normal si në gjan kiblën. Se na ka bë dembel telefoni, Për këtë arsye dikush thotë, po çka ka nevojë agoj mi shpjegoj këtu në shekullin 21. Po ka nevojë vëllai dashur, se muslimanët e hershëm i kanë shpjeguar dhe hala i shpjegojnë hoxhallar në xhamia që gjendet kibla kur ti je jashtë. Nëpërmjet yjeve, nëpërmjet hanës, nëpërmjet dillit e kështu me radhë. Prandaj muslimanët ndohen për këto tri kategori. Prandaj çdo xhami e cila jashtë Mekës e ka për obligim më u kthy ka Mekka dhe jo ka Mesxhidul Harami dhe ka xhami ose Ainul Kabe mesi i Qabës. A është mirë më u kthy xhamia ka mesi i Qabës? Po mirë është, s'është obligim, po është mirë me mjetet bashkëkohore kur ndërtohen xhamia të reja. Nuk është e udhës tash me ja huq kiblës, po është mirë domethënë që të përdoret, sepse kjo është nimet prej nimeteve të Allahut edhe përdoret dhe qitet xhamia në kibel ashtu siç duhet. Pra, ky është rivajeti i parë për shkak të zbritjes së këtij ajetit. Transmetimi i dytë apo rivajeti i dytë është që ky ajet ka zbrit për namaz nafile, për namazin vullnetar. Për arsye se
shart, kusht për më kthy ka kibla, është vetëm farzi. Vetëm farzi. Ndërsa namazi nafile, kur je në mjet të udhëtimit, edhe je udhëtar, edhe nuk ke mundësi me zbrit me u kthy ka kibla, nuk është obligative me u kthy ka kibla namaz vullnetare. Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka fal namazet në Qabe dhe është nisë për Medine dhe i ka fal sunetet në deve. I ka fal sunetet në deve, edhe devja ka shkue, nuk e ka kthy ka kibla. Veç kur ardhë koha farzit, ka zbrit, edhe u kthy ka kibla, e ka fal farzin, prap ka hyp edhe ka fal sunetin në devën e tij, duke mos qenë kthyer ka kibla. Sikur se ne tash për shembull, jem duke udhëtuar me aeroplan ose jem duke udhëtuar me autobus ose me vetur, dhe s'ki kohë mi fal këtë me sunetë me krejt mrena për shembull, ose më u kthy ka kibla, e fal farzin dhe vazhdon me fal nafilen nëse dëshiron, vitri, namaz, dua, sunetë kështu me radhë. Po nëse vjen puna deri në atë mos, sa që ti s'ke mundësi më u kthy ka kibla sikur se në aeroplan, edhe po rrezikohet dalja e kohës së namazit, ti ja ke pas frikën Allahut, asa ke pas mundësi, e fal edhe farzin në atë kohë, domethënë edhe pse nuk je i kthyer ka kibla. Domethënë, ky ajet sipas Abdullah ibn Omerit është për shkak të namazit nafile, për shkak të namazit nafile ose vullnetar, për shkak se nuk është obligative kur njeriu është udhëtar që të falet namazi nafile në drejtim të kiblës, por ashtu siç është në mjetin e tij, e fal namazin vullnetare. Mirë po, në qoftë se ka mundësi të zbret, ose ka mundësi që të jetë i lirë, dhe nuk ka mundësi që të jetë udhëtar, atëherë normal që duhet më u kthy ka kibla. Rivajeti tjetër, dashur vëllezër, thuhet që ka zbrit për shkak të vdekjes së Nejashiut radhiyallahu ta'ala anhu. Nejashiu ka qenë mbret i Etiopis. Ashama ibn Abjar e ka pas emrin radhiyallahu ta'ala anhu. Mirë po Nejashiu i ka thonë çdo njeriu i cili është bë pres i Abisinisë ose Etiopis, sikurse që ka qenë Firauni në Egjipt, çdo njeri që është bë kryetar i Egjiptit e ka marrë llangapën ose nufkën Firaun ose Cezar në Rom, Kajser, domethënë në Rom edhe në Persi, që e kanë pas llangapin e njoftën. Dhe Nejashiu radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë musliman, ka vdek, dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë sahabëve, ngrituni që t'ia falni namazin vllaut juaj. Ngrituni për t'ia falur namazin vllaut tuaj i cili ka vdek në Etiopi. Disa sahabë ju ka shku mendja, ka thonë, si mi afal në njeriu namazin kur ky s'u kthy ka kibla jon korr. Domthon, sipas këtij versioni, domthon ky ajet ka zbrit masi që është obligu kthimi ka kibla. Domthon ka zbrit ky ajet walillahi al-mashriq wal-maghrib, te Allahut janë lindja dhe perëndimi. Ka do që ktheheni në kthy ka Zoti xhallahu. Ka do që ktheheni në kthy ka Zoti xhallahu. Pra edhe pse nuk u kthy ka kibla, se si ka mri argumenti Nejashiu që duhet më u kthy ka Qabeja, ka vdek duke u fal ka Beitul Maqdis, ka Mesjidul Aqsa, namazi i tij është në rregull, vdekja e tij në rregull, Islami i tij është në rregull, shahadeti i tij është në rregull, s'ka pas kusht t'ia fal namazin e xhenazës, e kem por obligim që ne t'ia falmi namazin e xhenazës dhe pastaj të largohet domethënë gjinoa nga këtë besimtarët. Nga kjo ngjarje kuptojmë që lejohet falja namazit të njeriu që s'është prezant. I një njeriu që nuk është prezent. Imam Shafiu rahimahullahu ta'ala e ka marrë këtë ajet si argument, dhe kur ka ardhur një njeri nga Khorasani, e ka pyet Imam Shafiu po një koleg të tij, po një shok që ka pas në Khorasan, ka thonë, si është filani? Ka thonë, ka vdek para 6 muajve. Thoni, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ka thonë, ngrituni, t'ia fal me vllaut ton namazin e xhenazës. Edhe pse ka fal më herët, po ka dashur Imam Shafiu që t'i falë edhe një herë namazin e xhenazës, dhe ka marrë si argument këtë ngjarje ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal namazin e xhenazës Nejashiut radhiyallahu ta'ala anhu, i cili nuk ka qenë prezant. Pra lejohet në Islam që me afal dikujt namazin e xhenazës kur nuk është prezant, ai ka vdekje, është varros krejt, ti ke marrë vesh me vonesë, sipas këtij rivajeti lejohet me afal namazin e xhenazës. Për shembull, ka vdek një kolegë dhe ti e ke dash shumë dhe s'ke marrë vesh për ta. E merr vesh pas një vjeti ndoshta. Ti ki drejt më ngrit sipas këtij transmetimi dhe me marr abdes dhe me afal namazin e xhenazës. Namazin ghaib, i thonë salatul ghaib, namazi i atij që nuk është prezant. Pra, thuhet që ky ajet ka zbrit për shkak të këtyre përshpëritjeve të sahabëve që kanë thonë ka vdek duke mos u fal ka kibla, po u fal ka Mesjidul Aqsaja,
E Allah Azza wa Jall thot edhe lindja dhe perëndimi janë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mendimi i katërt, rivajeti, transmetimi i katërt të dashur vëllezër, është që ka zbrit për shkak të jehudëve në Medinë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ka qenë në Mekë, është falë ka Mesjidul Aqsaja, mirë po e ka vënë në mes Qabën. E ka pas obligim më u kthy ka Mesjidul Aqsaja Rasulullah, për shkak të putnave që kanë qenë në Mekë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është falë në mes këndit të Yemenit edhe gurit të zi. Kush ka qenë në Qabë e din. Domethënë Qabë ka është 4 këndsh. Domethënë këndi i Yemenit është guri zi, pastaj vjen domethënë Hijrul Ismaili edhe këndi tjetër që është ka Shami ose ka Iraku. Domethënë këto 4 këndshë bën që të jetë 4 pole të dynjas. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është urdhëruar më u kthy ka Mesjidul Aqsaja, është falë mes këndit të Yemenit dhe gurit të zi, edhe i ka raqë me pas kible edhe Qabën edhe Mesjidul Aqsaja në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë, edhe Qabën edhe Mesjidul Aqsaja. Pra kush don më falë të dy kiblet, don më falë në këndin e Yemenit edhe në gurin e zi, do më falë falësh në drejtim të Qabës edhe në drejtim të Mesjid el Aqsas, duke lutur Allahun që ta shtirojë nga zullumçarët. Do thonë, kur u shku në Medinë, s'ka pas mundësi Resulullah sallallahu alaihi wasallam që të falet edhe ka Qabja edhe ka Mesjidul Aqsaja. S'ka pas mundësi. Dhe është drejtu që të falet ka Mesjidul Aqsaja. 16 muaj, thuhet deri në 19 muaj, është falë ka Mesjidul Aqsaja. Dhe jehudët kanë thonë, ja që kjo po falet ka kibla jo. Resulullah ka pas shef që të falet ka kibla Ibrahimit a.s. sepse Qabja është kibla Ibrahimit dhe Ismailit a.s. dhe kibla muslimanëve. Kur i ka ardhur urdhri pastaj, Allahu Jalla wa Ala mu kthy ka Qabja, jehudët kanë filluar me fol. Për këtë Allahu Jalla wa Ala këtë ajet e zbret sipas disa versioneve si para përgatitje për mu kthy ka kibla. E Allahu Jalla wa Ala i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se yaqulu as-sufaha'u min an-nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Hala po u kthy ka kibla, i ka thonë Allahu Azza wa Jall, se yaqulu as-sufaha'u min an-nas. O Muhammed, kanë me fol me ndjeletit për këtë punë. Edhe kanë me thonë, pse ndrun kiblën? E thuja atyne, walillahi al-mashriq wal-maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Thuja atyne që edhe lindja dhe perëndimi është i Allahut. Ai urdhron robrit e tij ka më u kthy, edhe ata duhet më u kthy. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kado që shkoni, edhe ktheheni, jeni ka ana Zotit. Po kado që të shkoni, ktheheni ka kibla, pra, ka Qabja. Sepse ajo duhet me qenë kibla juve muslimanëve. Dhe për këtë arsye jehudët pastaj një shtang, sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam është urdhëruar nga ana e Allahut azza wa jall që kthehet ka Qabja. Dhe versioni tjetër, dashur vëllezër, është se kur ka zbrit ajeti i Kur'anit në surën Al-Baqara gjithashtu ud'uni astajib lakum, ku Allah azza wa jall ju drejtohet dhe ju thot muslimanëve ud'uni astajib lakum, lutmuni mua, unë ju përgjigjem lutjes tuaj, thot Allahu xhallahu. Lutmoni, unë ju përgjigjem. Sahabët i kanë thonë, ja Rasulullah, hala ka qenë pa u kthy ka kibla. Ja Rasulullah, ka të kthehemi na me ju lut Zotit. Ka mu kthy. Allah azza wa jall thot walillahi al-mashriq wal-maghrib. Te Allahut janë lindja dhe perëndimi. Ka do që të lutni jo. Ka do që ju i ngritni dua. Ana është Zoti xhallahu ala, ana Allah. Mos e totni për atë. Allahu xhallahu ala kam ju pranu lutjen. Vetëm bëheni të sinqert. Pastaj Allah azza wa jall të dashur vëllezër e përfundon ajetin me një cilësi shumë të rëndësishme. Thot inna Allaha wasi'un alim. Inna Allaha wasi'un alim. Më të vërtetë Allah është i gjerë në bujarinë e tij. Wasi është që jep shumë. Ju mjafton juve musliman Allah azza wa jall për çështjet e fesë tuaj. Për fesë tuaj, dynjas tuaj edhe të ahiretit tuaj. Ju mjafton Allahu xhalla wa ala. Mos u preokuponi me të tjerë, çka thonë edhe çka marrin. Alim, pse Allah azza wa jall e përmend cilësinë e dijes në fund të këtij ajeti. Në fund të këtij ajeti, ku Allah azza wa jall thotë, edhe lindja dhe perëndimi i takon Allahut. Ka gjë të shkoni ju, edhe të ktheheni, ju keni kthy ka ana Zotit xhalla wa ala.
Allahu Jalla wa Ala është i gjerë në bujarin e tij dhe është i dijshëm. Pse kjo cilësin këta ajet? Thojnë ulema e Islamit. Për arsye se Allah Azza wa Jall i din zemrat e juve ka po kthehen. I din. Zemrat e juve ka janë duke u kthy. A janë duke u kthy sinqerisht ka kibla, apo nuk janë duke u kthy sinqerisht ka kibla? Kjo ka shumë rëndësi. Te Allah të lindja dhe perëndimi, ka dush ktheu ti, po si je sinqert, nuk vlen Allah dash. Sa janë njerëz që kthehen ka kibla, si janë të sinqert. Zemra nuk e kanë kthy me ka kibla, nuk i vlen. Nuk i vlen. Për këtë Allah Jalla wa Ala thotë: "Wasiun alim", Allahu i din zemrat e juve ka po kthehen. Njetet e juve, qëllimet e juve, a ju kthy ka kibla sinqerisht apo jo? Vetëm jeni të sinqert, edhe kur ju nuk mundeni fare me u kthy ka kibla. Allahu Jalla wa Ala ja pranon, sepse prej kushteve është me qenë sinqeriteti. Sepse kjo ajet, kjo cilësi e fundit e ajetit, na mëson që ne duhet me qenë të sinqert në veprat tona. Në namazin ton, kur kthehemi ka kibla, me qenë të sinqert. Në duan ton, kur kthehemi ka kibla, edhe kur nuk kemi mundësi ndoshta me kthy ka kibla, jemi në mjetet e udhëtimit të ndryshme, sinqeriteti në zemrën tonë me qenë në maksimale, për arsye se Allahu Jalla wa Ala nuk e pranon duan, namazin, edhe nëse është i kthym ka kibla, prej një zemrës që është të shkujdesur. Prej një zemrës që është të shkujdesur, sepse Allah Azza wa Jalla është i dijshëm për zemrat tona, për njetet tona. Për këtë arsye, kushtet e pranimit të veprës janë dy. Është sinqeriteti me qenë për Allahun Jalla wa Ala, plotësisht për Allahun, dhe e dyta me qenë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë dy kushtet e veprës. Dhe kjo ajet dashur vëllezër, edhe pse shumë i shkurtër në verset, shumë i shkurtër në shkrim, gjitha këto dobi dhe shumë tjera të cilat neve i kemi lënë nga tefsirologët, të cilat hala më shumë zgjerohen në shpjegimit e këtij ajeti dhe shkaqjet e zbritjes dhe dobit që ne i marrim nga shkaqjet e zbritjes dhe ngjarjet e sahabëve që kanë qenë përkitazi me këtë ajet, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të na mundsoj përfitimet nga shpjegimet e ajeteve të Kuranit, fjalës së Allahut, sepse nuk ka diçka më të mirë dhe më të bukur se sa fjala e Allahut dhe domethënia e saj dhe shpjegimi i saj. Për këtë arsye dhe Allah Jalla wa Ala thot për fjalën e tij, sikur të gjitha dronjet të bëhen lapsa dhe të gjitha detnat të bëhen ngjyrë, nuk do të mund ta shkruanin fjalën e Zotit Jalla wa Ala, sepse të gjitha do të shterëshin dhe dronët do të shuheshin dhe nuk do të shuhej fjala e Allahut subhanahu wa taala, i cili në pak fjalë na jep dobi të rëndësishme për jetën tonë, duke lutur Allahun Jalla wa Ala që të na bëjë prej atyre muslimanëve që kthehemi ka kibla me trup dhe me zemër, dhe Allahu Jalla wa Ala të na i pranoj namazin tonë, na i pranoj duat tona, na bëjë prej atyre besimtarëve që Allah Azza wa Jalla është i kënaqur me neve. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.